Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj një recetë që do t'ju befasoj me thjeshtësinë dhe shijen. Është peshk i pjekur me limon dhe erëza aromatike. Nuk ju duhet restoranti kur mund ta gatuani kaq mirë në shtëpi. Hajde ta gatojmë së bashku. Këtu kam peshk, mund të zgjidhni peshkun që ju dëshironi. 2 thelpinj hudhër, i presim në pjesë të vogla. Mundohemi që të grijmë sa më imët. I vendosim në një tas. Po në grimca të vogla do presim edhe majdanozin. E bashkojmë me hudhrat. Këtu kam 2 deg rozmarine, i marrim gjethet dhe i presim himët. Është rozmarine e njomë dhe prihet. E bashkojmë me hudhrat dhe majdanozin. Vazhdojmë të shtojmë përbërësit e tjerë, pak krip, pak piper të zi, bollshëm vaj ulliri dhe në fund fare limon. Si e shikoni nuk po marr gjysmën e lëngut të limonit, më pak. Diku tek 1 lugë e gjellës me lëng limoni. Salsa tashmë është gati. E përziej mirë që të trashet pak salsa. Dhe me salsën e përgatitur do lyejmë peshqit, por më parë do t'i bëjmë disa prerje në këtë mënyrë. Këtë recetë mund ta përgatitni me çfarëdo lloj peshku. Ky nuk ka nevojë për të prerë, është i vogël, ndaj po e lëm. I vendosim direkt në tavën ku dhe do i pjekim. Dhe me lugë do fillojmë ta shpërndajmë salsën, fusim në brendësi të peshkut. Edhe te ky peshku i vogël. Shtojmë te këto prerjet që i bëm peshkut. Po në të njëjtën mënyrë do veprojmë dhe nga ana tjetër e peshkut. Pjesën e salsës së ngelur e vendosim sipër mbi peshqe. Do t'i shtojmë edhe pak vaj ulliri, por më parë presim edhe 2 feta limoni. I vendosim brenda barkut të peshkut dhe pjesën tjetër e shpërndajmë. Për t'i shtuar shijen, i shtojmë edhe 2 deg rozmarin, pak vaj ulliri dhe direkt në furr. Unë 10 minuta e pjek me kapak dhe më pas ja heq kapakun dhe e lë të thekriset. E vendosim në furr dhe ja si duket peshku i sapo pjekur, ku ndërmon aromë shumë e mirë. E servirin bukur në pjatë, duke i shtuar pak majdanoz, disa feta limoni dhe mund ta shoqëroni me çfarë të doni, por unë thjesht dua vetëm një sallatë dhe peshkun për drekë. Të dashur miq, nëse e provoni këtë recetë peshku, jam e sigurt që do thoni, shija është më e mirë se në restorant. Gatuaj me pasion, ndaj me dashuri nga kuzhina ime.